Hoje vida rolas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gjendëruar. Në përëndim po përhapën martesa islame përmes internetit. Në faqe ku motra dhe vëllezërit musliman dërgojnë të dhënat e tyre tek administratori i cili publikon, nuk ka interes palët njën dhe komunikojnë gjithmonë në ndërmetës deri edhe të nikohu nëse përkutën. Aleo në islam një njohje dhe martesë që nisë në këtë mënyrë, duke mos pasur më parë asnjë njohuri për këtë person, Allahu i shpërblet. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Çështja e njoftimit ose martesës nëpërmjet internetit është një formë ka mundësi me qenë halal edhe 100 format e tjera janë haram. Diçka prej mundësisë së njoftimit nëpërmjet internetit është halal. Por rreziku më i të kalush atë kufi është shumë i madh. Nëse nuk të kaluan që atë kufi, është halal, se kjo është veç nisje, për shembull, veç kallëzon dikush që unë jam interesuar për martesë edhe jep dhonat e veta. Që kaq. Dikush tjetër që ka interesim më martu për çfarë martu dhe i konvenon çato dhona që i ka dhënë, pastaj e vazhdon komunikimin nëpërmjet rrugëve shariatike, deri që tu s'ka problem kur gjë. Është një vajzë, i ka çika vjet, jeton që të vend, e ka qenë përgatitje shkollore, e ka këtë dhonat e veta. Duhem me kontaktu me të, me kon formi, me babën e vet. Me vllahun e vet. Me përgjegjësin për të, kjo është halal. Masanera kur fol me të, e vazhdojnë me të gjitha procedura sikur më paskon që jemi takuar në formën klasike. Nëse është e tillë, është halal. Çka do të del jashtë kësaj, pastaj është haram. Çka do të del jashtë kësaj, është haram. Me fol ata në mëzvetje, me shur apo përputhet me ndime, ashtu 200 vjet me lekë dikon, s'u bën fija, është për ty asaj, ajo është pikë kot. Por, si fillim, dhe më thënë si informacion, me që deri të kontakti me prindin ose me vllahun ose me përgjegjësin, nuk është problem. Me kujdes që mos me të kalu kufit që i ka vendosur Allahu a'lam.